Njëjtë si me 14 majin, edhe në 24 shtator, Partia Demokratike e Lulzim Bashës vuan të njëjtën sindrom, ajo e pameftueshmërisë së komisionerëve. Pak ditë nga përballja e dytë në Kukës për kryebashkiakun e ri dhe KPD-ja nuk garon, asaj duhen edhe 11 komisionerë që të ketë përfaqësinë e saj në të 74 qendrat e votimit. Objektivisht lindi, si të themi, si problematik për shkak të vendimit të kolegjit zgjedhor, i cili i dha të drejtën Partisë Demokratike të ketë një komisioner më shumë në 1/2 e qendrave të votimit. Dhe ndoshta ata kanë qenë të papërgatitur për të plotësuar dokumentacionin përkatës. Edhe nëse në radhët e demokratëve mbështetës të Lulzim Bashës nuk gjenden 11 persona, procesi zgjedhor as pengohet e madje as cënohet. Në fundit, komisionet e qendrave të votimit e kanë korumin për të funksionuar. 25 milion lek për të përballuar zgjedhjet e përsëritura në Kukës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i mori nga paratë kursyera nga buxheti për vendoret e majit. Gara do të zhvillohet mes dy kandidatëve, socialistit Alberta Lilaj dhe Emri Vatës të koalicionit Bashkë Fitojmë. Përballjes nuk ju fut Partia Demokratike që në 14 maj mori vetëm 761 vota, duke mos hyrë as në dhjetëshën e partive më të votuara.